Dhe për këtë arsye, të mosdosim krizat e tjera, sugjerohet me që ka avancuar dhe teknologjia që të ketë një smart card, një kartë të mëlqur që vepron shpejt që është vetëm për këto para. Pra ti me atë kartë nuk blen dot, as të vesh të lozësh Bixhoz, as të vesh të blesh makinat për dorë, është dedikuar. Po shkon direkt tek ushqimi. Kështu që ne edhe mbulemi që jemi më të mirë në e-government dhe s'kemi asnjë instrument. Shumë vende këtë po bëjnë, sepse rekomandohet që nuk mund t'i kompensojë dot të gjithë, por duhen shumë mirë të targetuar ata që do trajtosh me ndihmë sociale, dhe kjo bëhet në këtë mënyrë. Kështu që për fat të demokratizimit të dijes, ne jemi në kohë reale të dimë çfarë paketa sociale ka bërë çdo shtet. Si dallon ajo nga njëra tjetra, nga fuqia ekonomike, nga specifikat. Por sa do të ndryshme janë ato kanë një bosh ku bashkohen, që njerëzit e varfër nuk braktisen. Klasa e mesme ndihmohet me politika fiskale. Fermerët ndihmohen në mënyrë urgjente se humbet ciklin e prodhimit. Dhe nëse bujqësia e vendit tonë, ku pretendohet se vijnë 14 milion turistë në vit, është meriti negativ e zero. Do thotë që ne ushqemi nga importet, dhe sasia e madhe të importit e jashtëzakonisht e madhe, por edhe inflacioni që vjen në vendin tonë nga që importojmë është shumë i madh. Kështu që nuk e kuptoj këtë braktisje. Është tmerrsisht e pa imagjinueshme dhe nuk ka asnjë justifikim, sigurisht edhe nobelistët më të mirë në botë kanë gjetur Rama që ta këshillojë atë që braktisë popullit tonë dhe vetëm kur të mbushet mendja aty mendo për një paketë fiskale apo për uljen e çmimeve. Po ka dhe shpjegim tjetër që ndoshta qeveria nuk ndjen ndonjë presion nga fakti që nuk merr masa. Nga njerëzit e kanë fjalën, nga zgjedhësit. Nëse nuk ndjen një presion nga zgjedhësit, se duhet të lëvizi. Unë nuk jam dakord, kam debatuar dhe me të tjerë, qeveria nuk e përcakton cilësinë e saj se ka protesta popullore apo ka, si të thuash, opozitë fortë, apo qeveria kur merr mandatin është një kontratë. Dhe në kontratat që qeveria bën me popullin e saj, kontrata më e rëndësishme është kontrata sociale. Prandaj treguesit që zënë më shumë vend në debatet politike janë sigurisht papunësia, sigurisht varfëria, sigurisht pabarazia. A duhet? Ana tjetër ne do të jemi një popull që duhet të reagojë sepse na shkelet një drejt, por marrin parasysh dhe specifika shqiptare. Zhvillimi nga politika është gati total. Praktikisja e vendit është jashtëzakonisht e lartë, vetëm 10 vitet e fundit, sipas Bashkimit Evropian, kanë marrë shtetësi në vendin e Bashkimit Evropian 520 veta, pra janë larguar përfundimisht. E kanë braktisur vendin e tyre të fillim vetëm në 10 vjet. Kështu që në këtë aspekt patjetër do të ketë një ndërgjegjësim, por ka rënë dhe besimi. Dhe një studiues i politikës në Universitetin e Jellit thotë në vendet ku votuesit e kanë humbur besimin se vota tyre thërë ndryshim, autokracitë apo mbretërit kryeministore vinë pa tanke. Pra, ne I lejojmë që ata të na shpëtojnë. Po pra, se këtë kisha parasysh. Është një qeveri që ka gjetur një mekanizëm për të fituar më shumë vota në çdo mandat që kalon. Për këtë arsye duket e qetë në këtë vuan apo nuk vuan populli poshtë. Unë nuk e moj do që PS-ja merr më shumë vota se PD-ja. Por që të marrësh më shumë vota në njëri mandat më tjetër, kur vazhdon të jetë vendi më I varfër në Europë, kur ke paga më të ulta, kur ke pension më të ulta, atëherë ato vota nuk janë vota për zgjedhje, ato vota mund të jenë vota bijetese, sepse modeli qeverisjes që prodhon varfëri e përdor varfërinë si armë për të blerë votat. Sa ndikon në këtë situatë që ka Shqipëria sot, që në fakt vërtet nuk po I vjen nga vetë, po I vjen nga jashtë, siç po vjen të gjithëve, por çdo vend ka strukturën e tij pastaj ekonomike, dikush është më I mbrojtur, dikush është më I pambrojtur. Ju e prekët që ne gjitha prodhimet pothuajse ushqimore ne na vijnë nga importi dhe e përjetojmë menjëherë rritjen e kësaj. Pastaj ka çështje të tjera që janë ngritur gjithmonë. Fakti që tregu ynë nuk është një treg I lirë, është një treg I kapur nga pak duar të cilët punojnë në kushte pothuajse monopoli. Edhe nga ana tjetër ka një korrupsion shumë të madh në vend, I pranuar tashmë nga të gjithë institucionet, I cili gjithashtu ndikon. Si do ta shikonit ju këtë strukturë? Shiko, nuk është proces I lehtë.
ka mungesë të kulturës reformuese, ka korruptim të letës të struktura administrative, ka raste flagrante të kapjes së shtetit, që është pika më e lartë ku politikanët bëjnë biznes me parat e shtetit dhe oligarkët bëjnë politikë me fitimet oligarkike. Dohem të ta them shkurt, po shkruaj një libër për ekonominë shqiptare që nuk ka pasur reformat e saj, ka pasur reformat e imponuara. Por kur kërkova të dija se çfarë ishte dallimi midis ne dhe gjithë vendet e Evropës Perëndore, ishte fakti që ata kur nuk e zhdukën pronën private, e cila ka elemente edhe në kapital, po edhe në zhvillim njerëzor, ndërsa Shqipëria në 1992 duhet ta rishpikte modelin e saj, sepse kaloi nga një ekonomi socialiste në një ekonomi kapitaliste, pa të ndërmjetën feudale.